Mos ta falt Zoti e vladin e keq, se mundet me ta fliqë dhe emrin e familjes. Deklarata e deputetes Time Kadriaj ndaj Donika Gërvallës ka ngjallur reagime dhe debat në opinionin publik. Një gjuhë e tillë, përtej përplasjes politike, nuk përfaqëson kulturën dhe vlerat e komunikimit që priten nga një përfaqësuese e qytetarëve. Megjithatë, përtej deklaratave të momentit, një gjë mbetet e qartë: populli nuk harron kontributin real. Make clear that there is no Kosovo i Metohja, it doesn't exist. Se po du me këta një herë faleminderit që ka qëndrestar edhe që gjithmonë na mbush në frymëzim edhe me qëndres. Kur të shoh ty, e di që njeri mund me ndryshu. Donika Gërvalla është një nga figurat më të rëndësishme të angazhimit politik dhe diplomatik për Kosovën, me një aktivitet mbi 30 vjeçar në Gjermani, ku ka qenë një zë i fuqishëm i çështjes shqiptare në arenën ndërkombëtare dhe një urë lidhëse mes diasporës dhe institucioneve vendimmarrëse botërore. Në fillim të viteve 1990, gjatë shtypjes së regjimit të Milošević, ajo intensifikoi kontaktet me Ministrinë e Jashtme Gjermane në Bonn dhe kontribui në sigurimin e mbështetjes ndërkombëtare për paqe, stabilitet dhe vetëvendosje, duke organizuar edhe demonstrata masive me pjesëmarrje të madhe qytetarësh dhe duke mobilizuar opinionin publik evropian në mbështetje të Kosovës. Gjatë luftës së viteve 1998-1999, si zëdhënëse e lidhjes demokratike e Kosovës, ajo u bën një nga zërat më të fuqishëm në media ndërkombëtare, duke informuar botën për dëbimet, vrasjet dhe gjenocidin në Kosovë, si dhe për pengmarrjen e presidentit Ibrahim Rugova. Me artikulim të qartë dhe profesional, ajo arriti të sensibilizojë opinionin ndërkombëtar në një nga periudhat më të errta për popullin shqiptar. Ajo ishte pjesë e organizimit të konferencave ndërkombëtare në Bonn, peticioneve drejtuar Kofi Annan dhe kontakteve të vazhdueshme me NATO, duke kërkuar ndërhyrje për shpëtimin e civilëve shqiptar. Aktiviteti i saj përfshiu edhe angazhime në terren, takime me diplomat ndërkombëtar dhe përpjekje të vazhdueshme për të sjellë të vërtetën e Kosovës. Me këtë përkushtim dhe profesionalizëm, Donika Gërvalla e ka përfaqësuar tënjësisht Kosovën në OKB, duke ngritur nivelin diplomatik, duke forcuar aleancat strategjike dhe duke ndërtuar një imazh më të fortë të Kosovës në skenën globale. Historia e një kombi ndërtohet mbi sakrifica, përkushtim dhe punë të vazhdueshme. Dhe këto janë vlera që nuk zbehen nga fjalët e momentit, por mbeten të gdhendura në kujtesën e një populli që di të vlerësojë ata që kanë kontribuar për lirinë dhe shtetësinë e tij. I'd like to draw the attention of members in the presence of the gallery of Her Excellency Donika Gërvalla Schwartz, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Diaspora of the Republic of Kosovo.